fasalli li rabbika wanhar. Andaj ti falu i përkushtuar ndaj Allahut, wanhar dhe therr kurban sinqerisht për Allah. Allahu i ka specifikuar dy ibadete kryesore, që lirisht mund të themi janë ibadetet që i përfaqësojnë të gjitha adhurimet tjera në Islam. Namazi dhe kurbani. Namazi që nënkupton lidhjen e drejt për drejt mes nesh dhe mes Zotit ton, kur ne komunikojmë me Allahun përmes ritualit të faljes së namazeve, dhe kaq kurbani është ajo dëshmia materiale që ne ja paraqesim Allahut kur flijojmë kurbane për hir të Tij, për ta dëshmuar devotshmërinë tonë ndaj Tij. Prandaj në një farforme Allahu e ka qetësuar shpirtin e Muhammed Mustafas alayhi salatu wassalam, e ka ngushëlluar atë sepse i ka ardhur shumë rënd kur i ka dëgjuar këto fjalë prej këtij personi dhe prej të tjerëve që janë ndikuar prej tij. Pra ja ka bërë me dije se ti vazhdo të s'ke arsye të mërzitesh për këtë fjalë, por arsye se askush nuk është si ti. Askush nuk ka vlera më shumë se sa ti, edhe askush nuk lë pas vetes trashëgimi më të bujshme shpirtërore dhe morale se sa ti. Prandaj i tha fasalli li rabbika wanhar. Ti vetëm vazhdo edhe falu i përkushtuar, sepse ajo që t'jep ty vlerë më së shumti dhe më së miri është namazi që ti e kryen karshi Zotit. Dhe në anën tjetër, në aspektin material të flijimin dhe Allahut Madhërisht e ka përmendur kurbanin, i cili duhet të therrët sinqerisht për Allah dhe për askë tjetër përposh Zotit Madhërisht.